si të kuptoni dhe parandaloni erën e pakëndshme në sqetulla, shkaqe dhe zgjidhje natyrale dhe mjekësore. Era e pakëndshme në sqetulla është një problem që prek shumë njerëz, veçanërisht gjatë muajve të verës kur temperaturat e larta nxisin djersitjen. Megjithse është një proces i natyrshëm i trupit për të rregulluar temperaturën, kur djersa përzihet me bakteret në lëkurë, mund të krijojë një aromë të fortë dhe të pakëndshme. Ky fenomen quhet bromhidrozë. Cilat janë shkaqet kryesore të erës së pakëndshme në sqetulla? Gjëndrat apokrine. Këto janë gjëndra që gjenden në zona të trupit si sqetullat dhe janë përgjegjëse për lëngun që prodhojnë gjatë stresit apo aktivitetit fizik. Ky lëng nuk ka erë vetë, por kur përzihet me bakteret që jetojnë natyrshëm në lëkurë, krijon një aromë të fortë. Mungesa e higjienës personale, moslarja e trupit rregullisht ose përdorimi i sapunëve jo efektiv lejon shumimin e baktereve në lëkurë, duke përkeqësuar aromën. Dieta ushqimore, ushqimet si qepa, hudhra, apo erëzat e forta përmbajnë komponime që mund të ndikojnë në erën e djersës, pasi lëndët e tyre kalojnë në gjak dhe dalin përmes lëkurës. Stresi emocional. Stresi apo ankthi aktivizon gjëndrat apokrine, duke prodhuar më shumë djersë që në kontakt me bakteret rrit aromën e pakëndshme. Gjendje shëndetësore, sëmundje si diabeti, probleme me veshkat apo mëlçin mund të ndikojnë në aromën e trupit. Nëse vëreni një ndryshim të papritur dhe të pazakont në aromën e trupit, duhet të konsultoheni me një mjek. Si mund të parandalohet ose të menaxhohet era e pakëndshme? Lani trupin çdo ditë, veçanërisht zonën e sqetullave, duke përdorur sapun antibakterial. Përdorni antiperspirant ose deodorant që ndihmon në zvogëlimin e djersës dhe kontrollimin e aromës. Veshjet e pambukta dhe të pastra ndihmojnë në aerosin e trupit dhe shmangjen e mbajtjes së djersës. Mbani një dietë të balancuar, duke reduktuar ushqimet që nxisin aromë të fortë. Nëse problemi vazhdon, kërkoni ndihmë profesionale për të përjashtuar ndonjë problem shëndetësor më të thellë. Mos harroni, era e trupit nuk është një temë tabu. Është një sinjal që trupi ju jep dhe meriton vëmendje e kujdes. Kujdesi për trupin nuk është vetëm çështje estetike, por edhe shëndetësore.